duhet me ngrit xhanin më të madhe ndaj një fenomeni të frikshëm që po ndodh edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë e pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habishme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këte agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashma ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes dhe tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë të dashur të mi. Kjo është kataklizm. Ky është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojtur vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të ruajtur fëmijët tanë, me qenë vigjilent përballë këtyre që janë bijtë e shejtanit, edhe pasues të shejtanit, edhe njerëz pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa taala kam frikë se na ndëshkon. Kam frikë se na merr për pa udhësinë e atyre, sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojtur vlerat e tyre, dhe i lanë gjanat për të shkuar, jo po kështu është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu këtë poshtërsi të madhe që bëhet mik të popull e mik të kom, nuk ka herë në atë popull. Edhe mos thonë pastaj disa, po na u bame, jo po ku ishim, jo po nuk u ngritme, po nuk u qume. Nëse nuk e kthejmë të keqen e shejtanëve dhe bijve të shejtanit me të madhe dhe pa asnjë lloj tolerancë, Zoti na ruaj nga pasojat e ndëshkimit të tij.